Diskutimi në këtë seans në lidhje me këtë kalendar në fakt jo kush është burrë e kush është grua, ndërkohë që kanë dalë përgjimet zoti kryetar që ministrja Ju lutem shpjegim vote për kalendarin. Po, për atë do flas, për atë do flas. Për atë do flas. Do shpjegoj pse votova kundër zoti kryetar. Nuk ma mbyllni dot gojën. Shpjegoni votën. Zoti kryetar, do flas, do them pse votova kundër. Dakor? Ndërkohë që ministrja, zëvendës kryeministrja, ka dalë që i ka vjedhur 10 milion euro qytetarëve shqiptar dhe i thot bashkë me drejtorin e saj, thot që 10 milion euro kjo zoti kryetar nuk fjala i kalon zotit Alizoti. Shpjegim vote. Unë në fakt e mora që fillim për procedurë, po piqen të flas në mua më bën një gjë për shtypje. U diskutua dhe ka tensione debati në lidhje me ligjin e barazisë gjinore. Me që ne jemi gabim dhe ju mund t'jeni mirë, atëre pse e çoni ligjin në pikën e 17, që i bie të nderuar qytetar që ligji për barazinë gjinore të diskutohet në pas mesnatë. Kështu që do ju lutesha, ligji për barazinë gjinore, i cili ka një element kryesor në atë kamuflimin shumë të bukur që keni bërë pafundësisht, dhe fakti që e keni çuar pas mesnate, që mos ta ndjeki dikush parlamentin, mos ta ndjeki shoqëria parlamentin, vërin e rënë ditës, vërin të diskutojmë tani për ligjin e barazisë gjinore dhe na tregoni neve që ne jemi gabim dhe ju jeni mirë. Na tregoni që ne kemi gabim, hajde diskutojmë ligjin e barazisë gjinore. Pra ne jemi gabim. Ne pretendojmë se në këtë ligj ka termi shumëfisht i gjinis, shumëfizimi i gjinis dhe identitet gjinor. Dyshimi jonë është që ky ligj lën hapësirë që të shkatërrohet i gjithë rendi shoqëror dhe botror që deri dje ka qenë mashkull edhe femër. Na jepni këtë mundësi, na e vërtetoni që ne jemi gabim dhe ju jeni mirë. Mos e çoni në pikën 17, të nderuar qytetar që nuk e dini, i bie tjetë pas mesnate. Vëreni tani të diskutojmë dhe na e provoni që jemi gabim. Kjo është kërkesa ime.